Adhurimi që nuk ndjehej. Lutej, por lutjet i ngjanin fjalëve të zëshme, pa zemër. Asnjë adhurim, sado i përpikt, nuk i ngjallte atë ndjesi që dikur i ambushte shpirtin me paqe. Kështu kishte kaluar javë, mbase muaj, por jo, dyshime për ekzistencën e Zotit kur s'kishte pasur. Ishte besimtar, thellësisht. E megjithatë, për brenda ndjente një boshllëk të pashpjegueshëm, një heshtje të ftohtë që i ambyste çdo përpjekje për devotshmëri. Arbeni vazhdonte të këmbgulte në adhurim, përullësisht, me vendosmëri. Nuk i linte lutjet, as netët e gjata pa zë të ullët, që ngrihej drejt qiellit. Por në zemrën e tij mungonte ai zjarri i brendshëm, ai ndriçim që dikur e bënte të dridhej nga përullësia. Për ditë, e më shumë ndjente nevojën të fliste me dikë. E friksonte ideja që kjo gjendje shpirtërore mund t'ia dobësonte besimin. E në një mbrëmje të qetë, pas lutjeve të akşamit, vendosi të ndalonte për një kafe me prisin e xhamisë që gjendej 2 lagje më tutje. Ai njeri i qetë, që gjithmonë fuste paqe në zemrat e atyre që i afrohej. Ata ulën në qoshën e zakonshme të lokalit. Avulli i kafes ngrihej butë mbi filxhan, ndërsa prisje trazonte sheqerin me dorë të ngadalt. Arbeni i shikonte duart, pastaj i uli syt nga tryeza. Fjalët i rëndonin në fyt, por nuk donte të kthehej prapa. I nderuar, ndoshta nuk është fort e zakonshme të flasësh për këso gjërash. Filloi me zë të ulët, por kam një nevojë të thellë ta ndaj këtë me dikë. Me dikë që mund të më kuptoj. Prijesi buzëqeshi but. I ngroth, si për të shtyrë të fliste pa frikë. Mos hezito vëlla. Çfarë do të mundon, thuaje. Unë jam këtu për të dëgjuar. Kohët e fundit, ndoshta ka 2 muaj, Arbeni ndaloi. U përpoq të mbushej me frymë. Nuk po ndihej më asgjë. Lutem, por është si të flas në një zbrazëti. Nuk është mungesë bindjeje, por mungesë ndjenjeje. E kam frikë këtë boshllëk. Kam frikë se mos po konsumohem. Prijesi uli kokën ngadalë, sikur po përgatitej për një përgjigje që duhej të vinte nga thellësia e përvojës. E kuptoj, tha më në fund. Dhe mos mendo as për një çast se je i vetëm. Kjo gjendje ndodh edhe tek ata më të përkushtuarit. Adhurimi nuk është gjithmonë një zjarr që digjet. Nganjëherë është një ecje e qetë nëpër errësirë, një besim që nuk mbështetet tek ndjenja, por tek vendosmëria për të mos u ndaluar. Pastaj, pas një pauze, shtoi me një ton të thellë. Por, dua të ndalem të një pikë. Në Kur'an, Zoti na thot: dije se është vetëm një Zot, i cili meriton të adhurohet. Ky citat kuranor na mëson se para se ta besojmë Zotin, duhet ta njohim atë. Njohja e Zotit është çelësi për të kuptuar madhështinë dhe fuqinë absolute të Tij. Kur njeriu e njeh madhështinë e krijuesit, në të njëjtën kohë e kupton edhe pafuqinë, dobësinë dhe vogëlsinë e vet si krijesë. Kjo vetdije e vendos raportin e duhur mes njeriut dhe Zotit të Tij. Një raport që e mbush adhurimin me përullësi, thellësi dhe kuptim të vërtetë. Sepse vetëm kur njeriu kupton se gjithçka është në dorën e krijuesit të çdo gjëje, kupton se pa të nuk ka jetë, nuk ka fuqi, as shpëtim. Arbeni ngriti syt i hutuar. Unë e di që ka Zot. S'është kjo mjaftueshme? Është hapi i parë, më i rëndësishmi, por njohja nuk ndalet këtu. Ne duhet ta ndjekim këtë njohje si një udhëtim të përhershëm. Ta mësojmë se si ai fal, se si ai ndëshkon,
se si ai e do e robin e tij, kjo ushen shpirtin dhe na kthen ndjesinë që mungon. E si mund ta njoh më shumë Zotin? Pyeti Arbeni me një dritë të re në sy. Duke lexuar, i u përgjigj Priesi, sepse fjala e tij fillon me një urdhër: lexo. Dhe ne kemi bërë leximin vullnetar, ndërsa ai ishte një urdhër hynor. Ja pse ngecim. Në besim, në jetesë, në gjithçka. Leximi është dritë, dhe njeriu që e le atë ecën në errësirë. Priesi hodhi një vështrim për rreth, sikur të donte të tregonte diçka më të madhe se vetja. Është për të ardhur keq. Zoti na dha udhëzimin hynor dhe shembullin e të dërguarit e tij. Dhe megjithatë ne mbetemi të fundit në çdo fushë. Si mund të ndodhë kjo? Sepse kemi lënë me një anë fjalën e parë të shpalljes: lexo. Kur ta kthejmë këtë fjalë në jetën tonë si detyrim, atëherë do ta shohim besimin si dritë, e jo si detyrë të thatë. Arbeni heshti. Në heshtje filloi ta ndjente diçka që nuk e kishte ndier prej kohësh. Fjalët e Priesit kishin filluar t'i ndeznin një fije shprehse brenda zemrës. Nuk ishte rruga që i mungonte, ishte udhërrëfyesi. Atë natë, Arbeni e kuptoi. Zoti nuk ishte larg. Ai kishte qenë gjithnjë aty, duke pritur që njeriu të mos kërkojë ndjesi, por njohje, sepse kur zemra s'ndjen më, është shpirti që ftohet të shoh më thellë. E kur njeriu nis ta njoh madhështinë e tij, çdo boshllëk tretet, sepse si mund të mbetet bosh diçka që Zoti e mbush vetë.